Ti nuk ke më kohë për mua. Për ty? Çka flet ti? Unë jam gjithmonë këtu. Po ti sepse ti je gjithmonë i zënë, nuk flasim më. Mirë, a mund të qetësohemi pak? Madje nuk më çove as për fundjavë diku. Ti nuk je kur këtu. Shoqja ime shkon në pushim çdo ditë. Ti vetëm punon dhe je i lodhur. A më do ti mua apo jo? Unë punoj fort për të paguar qiran, për të bler ushqime dhe për të mbajtur një çati mbi kokat tona. Po e lodh trupin tim sepse më intereson për ne. A të intereson ty? Ky debat ndodh në shumë familje sot. Shkëputja zakonisht vjen nga mënyra se si e masim dashurinë. Gratë shpesh e matin dashurinë përmes kohës, vëmendjes dhe fjalëve. Burrat shpesh e matin dashurinë përmes sigurimit, mbrojtjes dhe sakrificës. Kur gruaja ankohet, ajo nuk po përpiqet të jetë mosmirnjohëse. Ajo thjesht ka nevojë të madhe për lidhje emocionale. Por kur burri e dëgjon ankesën, zemra i thyhet sepse djersa dhe puna e tij e lodhshme janë letra e tij e dashurisë për familjen. Shikon nga afër se si Islami e sheh një burr punëtor. Në Islam, një burr që del për të fituar një jetesë halal për familjen e tij, nuk është thjesht duke bërë një punë. Kjo është një formë e lartë adhurimi. Profeti Muhammed ka thënë: dinari më i mirë që një burr mund të shpenzojë është ai që e shpenzon për familjen e tij. Çdo pikë djerse që bie nga balli i një burri për të mbrojtur familjen e tij nga varfëria, shpërblehet nga Allahu. Për gratë që ndihen të vetmuara, dëgjoni me kujdes. Është plotësisht në rregull të dëshironi kohën e bashkëshortit tuaj, por mos e krahasoni jetën tuaj reale me fotot e pushimeve të tjerëve në rrjetet sociale. Vlerësoni ushqimin halal që ai sjell në tryezën tuaj. Një burr i lodhur që kujdeset për ju është një bekim i madh në një botë plot me premtime të thyera. Cilat janë mendimet tuaja për këtë? Më tregoni në komente. Një grua ishte shumë e pakënaqura në martesën e saj. Shtëpia e saj, dikur një çerë dhe shprese, ishte kthyer në një burg heshtjeje dhe ftohtësie. Nuk kishte më buzëqeshje, vetëm zënka që nuk mbaronin kurrë. E mbushur me hidhërim dhe vendosur për t'i dhënë fund, ajo shkoi te një avokat. Dua të ndahem, tha ajo me zërin që i dridhej. Dua ta lëndoj ashtu siç më ka lënduar ai. Avokati, një burr i moshuar dhe i mençur, e dëgjoi me qetësi. Kur ajo mbaroi së treguari dhimbjen e saj, ai i dha një këshill që ajo nuk e priste. Është mirë që të ndahesh, i tha ai me zë të ulët, por nëse vërtet dëshiron që ai ta ndjej humbjen tënde, së pari bëje të vuaj. Për 5 muaj, shtiru si gruaja më e mirë në botë. Kujdesu për të si kur më parë, përgatit ushqimin me përkushtim, mbështet ëndrat e tij dhe bëje të besoj se gjithçka është perfekte. Dhe kur ai të jetë në kulmin e lumturisë, pikërisht atëherë kërkoi divorcin. Kjo do ta shkatërroi vërtet. Gruaja pranoi. Ajo nisi të bëhej gruaja që nuk kishte qenë kurrë më parë. Nisi t'i thuronte butësi në vend të ironisë dhe vëmendje në vend të kritikave. Dhe këtu ndodhi mrekullia që ajo nuk e kishte parashikuar. Edhe burri filloi të ndryshonte. Gjithë dashurinë që ajo jepte, filloi ta merrte mbrapsht si një bumerang. Gjithë vëmendjen që ofronte i kthehej dyfish. Martesa që dikur ngjante si një gërmadh, u kthye në një shtëpi plot dritë dhe ngrohtësi. Së pashku ata zbuluan një dashuri që dukej se kishte humbur për gjithmonë nën pluhurinë e viteve. Kaluan 5 muaj, pastaj 6, dhe ajo nuk u kthye më te avokati. Në muajin e 7, telefoni i saj ra. Ishte avokati i moshuar. Zonj, letrat janë gati. Kur do vish ti firmosësh që ta shkatrojmë atë burr? Ajo buzëqeshi, këtë herë me syt plot dritë dhe u përgjigj. Zoti avokat, nuk dua më të ndahem. Zbulova se kam një burr të mrekullueshëm. Atëherë avokati i tha me urtësi: ti e zbulove këtë vetëm sepse u bëre vet një grua e mrekullueshme. Mos e harro kurrë, njeriu merr atë që jep. Ndonjëherë martesa bëhet e keqe sepse ne thjesht ndalojmë së dhëni dashuri. Një fjalë e urtë thotë se gruaja e mençur e ndërton shtëpinë e saj me duart e veta, por e pamenda e shkatërron atë me indiferencë. Bëhu e mençur, kujdesu për familjen tënde me dashuri. Bëhu ti ndryshimi që kërkonte tjetri, dhe Zoti do të të nderojë e do të të bekojë në çdo hap. Po ju, a besoni se dashuria që japim na kthehet gjithmonë mbrapsht? Na tregoni në komente. Pse je me nerva? Çfarë ke? Pse? Se shpërndave sherin ton të shokët.
Janë çunat e mi, nuk janë të huaj. Po na bëjnë gjyqin, na turpërove. Kisha nevojë të flisja me ndonjë. Fol me gruan tënde, mos i nqir gjërat jashtë. Ata më njohin, më kuptojnë. Ata të njohin ty, por nuk din jetën tonë. Një herë ndodhi. Mos e bëj kaq të madhe. Gënjen, e bën për çdo debat që kemi. Po e tepron. Po e bën tragjedi. Grupet në telefon vetëm sa i prishin punët. Më ndihmojnë të qetësohem, asnjë gjë tjetër. Kërko mendim, por mos i fut ata mes nesh. E mirë. Si t'ja bëjmë tani? Mbaji sekretet tona këtu, brenda shtëpisë. Po sigurt mos ndryshoj? Atëherë unë nuk ri më, nuk jam martuar me grupin tënd. Zgjidh, mua ose ata. Jo çdo problem ka nevojë për mendimin e botës. Këshilla të ndihmon, por kur flet shumë e prish punën. Shtëpia ruhet brenda mureve, jo në grupe telefonash. Disa gjëra duan vetëm qetësi mes nesh dhe të bisedojmë sy më sy. Ti asnjëherë nuk më dëgjon kur flas unë. Unë? Ti ai që i ke sa herë që duhet të bisedojmë. Nëse nuk të pëlqen, atëherë ik. Ose divorcohu. Unë nuk jam më duke duruar këtë jetë. Një burr dhe një grua jetonin prej vitesh bashk, por martesa e tyre ishte kthyer në një betejë të përditshme. Fjalët e bukura ishin zhdukur dhe ishin zëvendësuar me heshtje të rëndë dhe akuza të pafundme. Një natë, pas një zënke të ashpër, burri vendosi të largohej. Pa bërë zhurmë, ai mblodhi disa rroba dhe la mbi tavolinë një letër. Në mëngjes, gruaja e gjeti. Jam lodhur, shkruante ai. Nuk mund të jetoj më kështu. Po largohem. Ndoshta është më mirë për të dy. Ajo ul dhe e lexoi disa herë. Fillimisht ndjeu zemërim. Mirë, tha me vete. Le të ike. Por ndërsa kalonin orët, shtëpia dukej më e zbrazët se kurrë. Heshtja nuk ishte më paqe, ishte dhimbje. Ajo filloi të kujtonte momentet e mira, si kishin qeshur dikur, si kishin ndarë ëndra, si kishin qenë një ekip. Papritur kuptoi diçka që nuk e kishte parë më parë. Në gjithë atë kohë, ajo kishte qenë po aq e ashpër sa ai, nuk kishte dhënë atë që priste të merrte. Me duar që i dridheshin, ajo mori telefonin dhe e telefonoi. Mos u largo. Ndoshta kemi gabuar të dy. Por mund të provojmë përsëri. Kësaj herë ndryshe. Në anën tjetër pati heshtje. Pastaj një përgjigje e butë. Edhe unë këtë po prisja. Ai u kthye atë ditë. Nuk ishte një fund për rrallë, por ishte një fillim i ri. Të dy vendosën të flisnin më shumë, të dëgjonin më shumë dhe të jepnin më shumë nga vetja. Morali. Ndonjëherë marrëdhëniet nuk prishen sepse mungon dashuria, por sepse e harrojmë ta tregojmë. Kur njëri guxon të ndryshojë, shpesh edhe tjetri e ndjek. Një grua e re grindej vazhdimisht me burrin e saj. Ishte e pakënaqur dhe e urrente. Një ditë shkoi tek nëna e saj dhe i tha: "Nuk munde më, dua ta vras, por pa u dyshuar askush. Më jep një helm që vepron ngadalë." Nëna tundi kokën, i dha një pluhur dhe i tha: "Çdo ditë hidhi pak në ushqim, por duhet të jesh shumë e sjellshme me të, ta shërbesh, ti flasësh me fjalë të mira, përndryshe do të dyshoj." Gruaja filloi të vepronte ashtu. Ditë me radhë ishte e butë, i gatuante ushqimet e tij të preferuara, e dëgjonte, nuk grindej më. Pas një muaji, burri ndryshoi plotësisht, u bëi kujdesshëm dhe i dashur, filloi ta ndihmonte dhe ta donte. Atëherë gruaja u friksua dhe vrapoi tek nëna: "Mama, nuk dua më që ai të vdes. Tani e dua, më jep kundër helmin." Nëna buzëqeshi dhe i tha: "Nuk të dhash helm, por vitamina. Helmi vërtet ishte brenda teje, në hidhërimin dhe zemërimin tënd. Ti nuk ndryshove burrin, ti ndryshove veten, dhe kur ndryshon veten, bota rreth teje fillon të ndryshojë." Mesazhi: mos kërko fajin gjithmonë te tjetri, shiko veten, sepse ndonjëherë
Dashuria që kërkon nga të tjerët fillon nga mënyra si ti i trajton ata. Që nga dita kur kjo hyri në këtë shtëpi, gjithçka ka shkuar keq. Ti humbe punën babaju të sëmur. Kjo grua, këmbët i ka të rënda. Kjo sjell ters. Mami, të lutem, ekonomia është e vështirë dhe babai është i moshuar. Nuk është faji i saj. Hapi syt. Disa grambartin mallkime. Kjo grua e futi varfërin në këtë shtëpi. Mami, friksohu Allahut. Si mund ta kontrolloj një njeri fatin ton? Besimin e tërës është kundër fesë ton. Ajo sjell ters. Kjo nuk është vetëm një fyerje. Kjo është shirk, ti bësh ortak Allahut. Vjerra beson se kjo grua kontrollon rrezikun, furnizimin dhe kadrin, fatin, por vetëm Allahu jep dhe vetëm Allahu merr. Arabët para Islamit i varrosnin vajzat e tyre të gjalla, sepse kishin frikë nga varfëria dhe turpi. Kur ti e quan një grua ters, po hap përsëri të njëjtin varr të ignorancës, xahiljetin. Një grua e mirë nuk është mallkim, ajo është thesari më i mirë që një burr mund të ketë. Nëse jeta jote është e vështirë, shiko veprimet e tua, shiko namazin tënd, shiko ekonominë. Mos e fajsos provën tënde nga Allahu mbi gruan që po të gatuan ushqimin dhe po rrit fëmijët e tu. Për familjet supersticioze, ndaloni së friksuari nga tersi një gruaje dhe filloni të friksoheni nga veprimet e këqija të gjuhës suaj. Të akuzosh një muslimane të pafajshme si mallkim është mallkim mbi ty. Pse i fajsojmë gratë për gjëra që janë në dorën e Allahut? Më tregoni në komente. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni.